Referuar të dhënave zyrtare të autoriteteve mbikëqyrëse në industritë e sigurimeve të rajonit Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut për periudhën e parë 4 mujore të vitit 2026, në çdo 5 dëme të paguara nga industria e sigurimeve në rajon, një paguhet nga grupi Sigal. E dhëna e rendit kompaninë si paguesen kryesore të dëmshpërblimeve në industrinë e sigurimeve në rajon. Në 4 muajt e parë të vitit 2026, sipas të dhënave zyrtare, Sigal pagoi 17 milion euro dëme për afërsisht 23.000 raste përfituesish të dëmshpërblimeve në sigurimet e jetës dhe jo jetës. 95 milion euro pagoi e gjithë industria e sigurimeve të rajonit. Vetëm për 4 muajt e parë të vitit në Shqipëri, kompania Sigal dëmshpërbleu mbi 7.000 përfitues në sigurimet e jetës dhe të jo jetës, me afërsisht 9 milion euro pagesa dëmesh. Në Maqedoninë e Veriut, grupi Sigal pagoi për 4 muajt e parë të vitit 2026 mbi 4.6 milion euro dëme për mbi 5.700 përfitues në sigurimet e jetës dhe jo jetës, ose e shprehur në monedhën vendase, rreth 283.5 milion denar maqedonas. Në Kosovë, grupi Sigal pagoi mbi 10.000 raste dëmesh me mbi 3.2 milion euro në sigurimet e jetës dhe jo jetës. Në të 3 vendet e rajonit, industria e sigurimeve për gjatë periudhës janar-prill 2026 pagoi 95.5 milion euro dëme, nga të cilat 36.8 milion euro u pagua në Maqedoninë e Veriut, 31.1 milion euro në Shqipëri dhe 27.6 milion euro në Kosovë. Afërsisht 1 në 5 dëme që industria e sigurimeve pagoi në rajon, 18% e tyre u pagua nga Sigal Insurance Group. 23.000 përfitues konkret dëshmojnë vlerën e një kontrate sigurimi me Sigal, korrektësinë dhe përpikmërinë e grupit në pagesat e shpejta dhe korrekte të dëmeve në 4 mujorin e parë të vitit 2026.